Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Maqedonia e Veriut merr mbështetjen për integrim nga Slovenia. Kryeparlamentarja Frimgashi, mikpriti homologën slovene, Urshka Zupančić, tha se Slovenia mbetet mbështetëse e madhe e Maqedonisë në rrugën e saj europiane, pres me padurim ditën kur mund ta mirëpresi Maqedoninë e Veriut si anëtare barabartë të Bashkimit Evropian. Personalisht besoj se kjo nuk duhet të jetë larg, sepse anëtarësimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor nuk duhet të jetë më çështje nëse apo kur, duhet të ndodhë shpejt, u shpreh kryetaria e Kuvendit të Slovenisë gjatë vizitës së saj zyrtare në Maqedoninë e Veriut. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë Maqedoninë e Veriut për nivelin e korrupsionit. Sipas ambasadorit të Unionit në Shkup, Mihailis Rokas, korrupsioni është sfidë e madhe për vendin dhe hapi domosdoshëm drejt ndryshimit të shpejtë dhe arritjes së reformave. Zëvendës ambasadori e SBA-s, Nikola Varnes, theksoi se lufta kundër korrupsionit është thelbësore për zhvillimin ekonomik dhe besimin social, ndërsa shefi i misionit të OSBE-s në Shkup, Kilian Vall, theksoi se transparenca dhe zbatimi i ligjeve janë vendimtare për luftë të suksesshme kundër korrupsionit. Mesazhet e tilla janë dërguar në seancën konstituive të trupit ndërinstitucional për koordinimin e aktiviteteve kundër korrupsionit. Vazhdojnë përplasjet në distancë ndërmjet partive të koalicionit shqiptar qeverisës në Maqedoninë e Veriut. Deputeti i Aleancës për Shqiptarët, kreu Arben Taravarit, Riyad Sheqiri, tha se bisedimet brenda koalicionit Vlen nuk mund të bëhen me ultimatume. Sipas tij, mes liderëve të Vlenit nuk ka përplasje dhe përçarje, por thjesht prezantim të qëndrimeve. Sheqiri tha se brenda Kuvendit për momentin nuk ka bisedime sa i përket zgjedhjeve lokale. Sipas tij, funksionimi i tyre është në kuadër të koalicionit Vlen, ndërsa në të ardhmen do të veprojnë ashtu sikurse do të vendosë kryesia e partisë. Përplasjet nisën pasi një pjesë e partive në koalicion dëshiron të dalë me kandidat përbashkët, ndërsa Aleanca për Shqiptarët kërkon kandidat më vete për këshillat komunal. Zëvendës kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut, Izet Mexhiti, kërkoi nga partneri i koalicionit Vlen të shpallë publikisht qëndrimin e tij nëse kërkon bashkëpunim me BDI-n. Në intervistë për Alsat, Mexhiti tha se Taravari duhet të ndajë mendjen, është ose jo Vlen brenda një jave. Nuk kemi pa përvojë politike, prandaj edhe, e përshpejtuam iniciativën për shkrirjen e Vlenit. Dhe i themi edhe publikisht edhe tash, duam ta kemi pjesë të Vlenit aleancën për shqiptarët, po e duam një aleancë që nuk e ka opsion Bashkimi Demokrat. Brenda një javë mas shumti, pra kjo punë do pastrohet, do sqarohet. Sipas zëvendës kryeministrit, reagimet e kreut të Aleancës për shqiptarët synojnë vetëm të fitojë kohë. Uroj që pra të reflekton, të ndërpret bisedimet me Bashkimin Demokratik për integrim, të kthehemi të rryezës, do miremi vesh siç jemi marrë për shumë gjëra deri tash, vesh dhe në këtë mënyrë pra mund të vazhdojmë. Përkundrazi, nëse dikush edhe me tutje mendon të vazhdon bisedimet me BDI-n apo të del zgjedhje vetë dhe të bashkëpunon me BDI-n, atëherë mendoj që nuk është pjesë e Vlenit, por kjo duhet të jemi të sinqertë që ta deklaron opinion se ne nuk mund ta ndalim. Ishte Izet Mexhiti, zëvendës kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut. Tronditse dhe thellësisht alarmante janë për BDI-n paralajmërimet e Izet Mexhitit për Aleancën për Shqiptarët. BDI thotë se kjo deklaratë tregon se drejtësia në këtë vend është e kapur dhe se qeveria mund të ndërhyjë në vendimet e prokurorisë dhe gjyqësorit. Sipas BDI-s, me fjalët e veta, zëvendës kryeministri konfirmoi se drejtësia nuk funksionon në mënyrë të pavarur, por udhëhiqet nga urdhrat dhe interesat e shefit të tij politik, Kistria Mickovski. Qeveria e Maqedonisë së Veriut arrin marrëveshje me sindikatat për pagat shtesë të administratës publike. Në këtë takim është rënë dakord që duke filluar nga maji këtij viti, të fillojë pagesa e shtesave të pagës të administratën publike dhe në 4 vite të ardhshme paga do të rriten me rreth 30%. Sipas informacioneve paraprake, administrata e punëdhënësve është tërhequr nga rishikimi i kërkesës për rritjen e pagës minimale në 500 euro. Ne jemi dakorduar që ato 30% shtesat të pagave t'i marrim në disa këste në një fat prej 4 viteve, tha Tërpet Deanoski në emër të sindikatave. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.